Të gjithë pjesëmarrësve këtu dhe të gjithë ju i përshëndes pjesëmarrësit të cilët e kanë nderuar me ardhjen e tyre për gurthemelin e kësaj xhamie të re në fshatin Zhubrin. Sot është një ditë e ndritshme, është një ditë e bekuar nga Allahu Dhul Xhelal që na ka mundsuar të fillojmë një xhami të re në këtë fshat, se më përpara kishim një xhami të vogël, një xhami fare të vogël, e cila nuk na mblidhet të gjithë dhe mrena me rastet e bajrameve, ose me rastet në tubimi tjetër fetar, dhe të gjithë fshatit Njëzëri vendosëm që pa tjetër duhet të bojmë të ardhura për të fillu ndërtimin e xhamie të re. Përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në emër të fshatit Zhubrin, përshëndes pjesëmarrësit në këtë tubim madhështor dhe historik për vendimin e gurthemelit të kësaj xhamie. Në veçantë përshëndes muftiun e muftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Hysenin me bashkëpunëtorët e tij, përfaqësuesin i Ministrisë për Transport dhe Lidhje, zotri Recep Hasanin, projektantin e xhamisë, zotri Çamil Veliun dhe drejtorin e katastrës Enver Nursesi. Kemi rastin që sot, në këtë ditë madhështore, në këtë ditë historike, të mlidhemi këtu në fshatin e juaj, që të venduem gurthemelin e një objekti fetar, gurthemelin e kësaj xhamie të këtij fshati. Duhet ta dim se xhamit, këta objekte, kush i ndërton, kush ka interes për ndërtimin e këtyre objekteve? Allahu Xheleshanuhu fort mirë në Kuranin Azimushan sqaron dhe thotë: Esta'idhu billah, bismillahirrahmanirrahim, innema ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Sadaka Allahu al-azim. Allahu Xheleshanu thotë: xhamit i ndërtuajnë ata musliman, ata njerëz të cilët besojnë në Allahun Xheleshanuhu, besojnë në ditën e mrapëm, pra besojnë në ahiretin, besojnë në ringjallje. I ndërtuajnë ata njerëzat që falin namaz, ata njerëzat që japin zeqat. Dhe për këta Allahu Xheleshanu çka thotë në fund? Pra ata që i besojnë Allahut, ata që i besojnë ahiretit, ata që falin namazin, ata që hapin zeqatin, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Thot Allahu Xheleshanu, thot këta tha do të jenë prej atyne që do të jenë thot të udhëzu thot në rrugë të Allahu Xheleshanu. Ishin tekbir. Hajde për hajde.
الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر خليلة ببناء بيت الله وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله رفقنا باقتفاء أثر رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وعدينا بيتا في الجنة لمن بني مسجدا لله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللهم لك يا رب. Shikues të respektuar, ishte ky materiali i cili kishte të bëjë lidhje me gurthemelin e kësaj xhamie.